pasuria e tyre nuk ka qenë e mbuluar me tyrat e tyre. Nëse bëjmë një krahasim vetë pas viti, mund të themi që pasuria e zyrtarëve shtetëror ka shuar duke u rritur? Nuk kemi dhona shumë sakta, po teoretikisht do të duhet të rritej, sepse vitet e fundit ka pasur rritje të pagave, errëdhëmisht kjo duhet të reflektonte edhe në të hyrat e tyre. Ne nuk e bëni analizë të tillë, ne analizat tona kanë të bëjnë nëse rritja e pasurisë së tyre është disproporcionale me tyrat. Edhe këtë vit jemi në përfundim të verifikimit të rasteve të fundit verifikimit të pasurisë për zyrtarë që kanë deklaruar vitin e kaluar. Shumë nga ta këto muaj kanë pranuar email nga ne, kur gjatë analizës tonë e kemë pa që pasuria e tyre nuk ka qenë e mbuluar me tyrat e tyre, dhe ata është dashur të japin shpjegimet se si ka rritur deri kjo rritje e pasurisë së tyre. Që është e vërtetë, nuk kemi këso rritje pasurie te niveli i qeverisë, kemi pasur nëse nuk gabon disa raste te deputetët dhe kemi te nivele tjera të qeverisjes në Kosovë, por si që tjetë ne nuk bëjmë analizë sa janë pasuruar më shumë, po analiza e jonë ka të bëj se të hyrët e tyre a mbulojnë rritjen e pasurisë gjatë procesit që e kryen deklarimin e pasurisë. Ka shumë raste të tilla? Ka shumë raste kur të hyrat nuk e mbulojnë pasurinë të cilën e deklarojnë? Kemi pasur me 10 raste që kemi dërguar kërkesa për shpjegime, shumica nga ato mund të kenë edhe shpjegime logjike që pastaj vijnë nga këta zyrtar, por jemi në pritje edhe të shumë shpjegimeve të tjera. Në qoftë se ndonjë zyrtar nuk arrin të krijojë të dëshmojnë vërtet me dokumente që pasuria e fituar nuk ka bazë në të hyrat e tyre, ne këto do t'i përcjellim të gjitha në prokurori për hetimet më të tjashme. Po, sa ka ndihmuar të themi kështu ndryshimi i ligjit për agjensinë, karshi dënimeve dhe ndoshta zbutjes së rasteve që kanë shkuar drejt për drejtën për gjykata? Ligji për agjensinë ka ndru ma shumë edhe kompetencat që i ka kjo agjensi, duke e thonë edhe disa kompetencat të tjera, si për shembull kompetencat të tilla që kanë të bëjnë shumë me parandalime në korrupsionet si fillim, po që prap gjykatat nuk është që kemi parë në vitet e fundit ndonjë dallim shumë të madh në trajtimin nga gjykatat të këtyre rasteve. Që thash në fillim, jo të gjitha rastet edhe që i raporton agjencia si të dyshimta vazhdojnë me hetime penale apo edhe me seanca gjyqësore në fund, që i bjen që ne si GLPS nuk është që mbrim të ato raste fare me i shiku, as që personat e akuzum nuk mbrin me u dënu apo me u gjyku në përgjithësi nga sistemi gjyqësor. Kështu që mendojmë që prap problemi është edhe tek që kjo bashkëpunimi më i madh i këtyre dy institucioneve, sidomos mes prokurorisë dhe gjykatave, po edhe agjencisë për parandalim të korrupsionit në anën tjetër.